Festim Alidema, goditja Alidemas, çfarë pritje ka bërë portieri Marko Jovanovski. Ovacione për këtë goditje të Alidemas. Në këto momente kemi një frym të lehtë brenda në stadium. Shohim këtu mundësi nga Fërsia. Ikën rasti. Pasimi për Giovanni, nuk ka dalë portieri Giovanni e ul topin. Goditja ti ndalet në fund. Ka mundur shkoj shumë mirë ky aksion për ekipin e Ballkanit. Kryeziu. Vjen krosimi i tij, tani është më i mirë në shtyllën e dytë, vjen goli e Përsis. Në e Përsi është Ballkani. Gol i shënuar nga Giovanni Ribeiro. Goli 7 këtë sezon. Në shtyllën e dytë gjithmonë vinin krosimet e Ballkanit, mirë po tani janë vendasit që gjejnë topin. Gol për Giovanni dhe duket se dëshirojnë ta festojnë me dikën nga banka. Kryeziu, Vokri. Ja ku është kryesimi, topi në shtyllën e dytë, askush nuk e zotron atë zonat, pjesë të fushës. Erjan Sadriu. Ogunc, pozicion ballor, Ogunc provon të djathën, e provon goditjen. Njeriu i 4 golave këtë sezon. Është prekja Bleart Tolajt, lojtari që shënoi golin në minutat e fundit përballë Dugaxhinit në Super League. Nisë përpara Bleart Tolaj ka dy opsione, ndoshta mund të shkojë vetë për goditje Tolaj. Qendrore goditja pret Marko Jovanovski, rasti i parë në pjesën e dytë është. Çojmë krosimin. Në shtyllën e dytë Berisha, çfarë pritje ka bërë portieri Artan Iljazi. Një pritje që është për lakminë. Berisha brenda zonës. Berisha kthen topin në mënyrë të rrezikshme dhe ja ku është goli i barazimit. 1-1 shifra çnon në skuadra me Ade Ogunc. Goli 5 për sulmuesin e Ferizajt. Përsëritet historia për herë të tretë në 3 ndeshjet e fundit nga e Përsia. Ballkani është skuadër që e lëshon rezultatin. Tani duhet të mundohet në vazhdim. Gol nga Ogunc. Ja ku është njeriu i golit. Minuta e 68 e sfidës, kohë e mjaftueshme për të ndryshuar rezultati në cilin do të drejtim. Jo, goli është i pavlefshëm. Goli është i pavlefshëm. Pozicion jashtëloje. Jakub Berisha te Mejit Neziri e shtyn me njerë për para. Te Sejdiaj, sa po futur në lojë Sejdiaj. Po ashtu edhe Gligorov, sa po futur. Topi për para, Sejdiaj. Mundësia për Berisha. Super gjuajtje nga Jakub Berisha. Por i pakalueshëm portieri Artan Iljazi. Kryeziu për Giovannin. Giovanni e kthen te Tolaj. Vazhdon aksioni këtu, Giovanni. Për Valentin Serebe, një për një Serebe! 2-0! Tani është e Përsia e 2 fish të Ballkanit, që në një zakonshmi për ta, këta herë është inkuadruar nga banka për shënuar golin e sigurisë. Minuta 80 e takimit, Ballkani 2, Ferizaj 0. Valentin Serebe me golin e 14 këtë sezon. Serebe, reziston dëryrë, Serebe, pasimi për para me njerë të Ajazaj, Angel Ajazaj, mire kontrolën topin, hap lojen, drejt Kryeziu, vjen Potoku, Kryeziu, mund gjue edhe nga kjo pozit, Kryeziu, Angel Ajazaj, a e që ndërtoj aksionin, Ajazaj, hapsira për të, dhe në shtyllë shkon kjo goditje, çfarë rafti për të prezentuar vetën, pak minuta para se u fut në lojë, dhe kemi penalti tani për Ballkanin. Penalti për mundësi ndoshta që t'i japin fund çdo dileme në këtë takim. Vendimi gjyqtarit Betullau vetë se është marrë, normalisht situatat e tilla janë në lupën e varit. Jo, nuk ka penalti, nuk ka penalti. Është pozicion jashtëloje. Është pozicion jashtëloje. Almir Kryeziu. E mirë është pasimi, tani në zonë janë 3-3. Qojmë të dalje, Toni Domgjoni në shtyllë e parte, Serebe. E
e pranon topin, por nuk mund ta godas. Vazhdon aksionin nga vetë Kryeziu, i cili nuk ka goditje të fuqishme. Vokri! Nga vendi për 3-0, Dial Vokri e pa qetësinë e duhur. Pa dyshim ky është goli i 3 pikçit. Jemi në minutën e 89, shënon Dial Vokri për Ballkanin. Tani ky është një Ballkan që tifozët e presin javë për javë. 3 gola shënuar në shtëpi. Mundohet të vazhdoj aksionin ai, por këtu e mbyll gjyqtari me Ran Bejtullahu. 3-0 Ballkani në shtëpi.